Sot do bëj gafën më të madhe me flokët, do t'i luaj me këto tonikët me ngjyrë. Si fillim do luaj vetëm një qime dhe do marr nga pjesa e brendshme që të mos rrezikoj me gjithë flokun. Dhe do shikoj se si duken. E para që do provoj është nuancat cherry cola që vjen në ngjyrë Coca-Cola në të kuqe, ngjyrë qershie. Një gjë që më pëlqen shumë te këto tonik janë sepse nuk përmbajnë amonjak, gjithashtu nuk përmbajnë peroksid hidrogjeni. Oh, era Coca-Cola me qershi. I'm not sure. Okej, vazhdimisht. Qënë se nuk ka përbërës të dëmshëm, kjo i mban flokët shumë të buta dhe nuk ja humbet as pak shkëlqimin. Provojmë edhe tonikun me vanilje. Kjo jep flokëve drithije bjonde. Mbaruam punë, bëm një qime të kuqe, domethënë ngjyrën cherry cola, tani anën tjetër një qime do ta bëjmë vanilje, shpresoj mos të dalë si një ylber. Ua, çaj erë mirë. Ua, era krem karamel. Dhe rezultati është ky. Kjo është nuanca cherry cola, ndërsa kjo është nuanca vanilja që unë prisja që nuk është se do më bënte ndonjë diferencë sepse i kam vetë flokën ngjyrë mjalti dhe ngjyrë bjonde. Kjo po më tundon në fakt që t'i bëj të gjitha flokët e kuqe. Mendoni që do bëj parë dysh kur ta luaj të gjithë flokun apo jo?